Qysh është për shembull me jetu në Prishtinë edhe me konë që ka që ja pasionum mas Ballkanit edhe mas yllit në basketball. Një 3 vjet nuk e harroj kur, do më thonë zullumin që ma ke pas shtruti me Ballkanin, unë si tifoz i Dritës nuk muj mi harru atë ko, mirë po ja që gjërat kanë ndryshuar, si sot Elvana Gjata. Kështu që tash vazhdoj me zullum nga ona tjetër dhe po më pëlqen shumë edhe përzgjedhja e ngjyrave të këmishës. Më tregu drejt, kur shkon në moshën që kom shku në Prishtinë, nuk mundet me ndiku kur gjo për më të ndru prej gjanave që i dënë, që unë kom shku pas shkollës mesme. Edhe kur jetë korrekt në mbështetjen e skuadrave që ti i dënë, nuk e lënë më t'i thy parimet kërkush, po nikosisht nuk është që ja cenon dikujt ato që aje dënë edhe me ndonë. Unë kom pas fatin që në Prishtinë kom njoftu njerëz të cilët janë tifozat të Prishtinës të rast kështu dhe që e dojnë klubin, po të cilët ma kanë respektu fuqishëm ato që unë e kam për veti edhe natyrisht. Ka pas edhe momente kur njerëzit nëse më kanë pa me një shall Ballkanit ose me një bluzë Ballkanit në qytet, s'është që i ka ardhur mirë, po nuk ka shqetësu kjo punë. Bile maj me një ndeshje Prishtina Ballkani 2022 ose 2023, nëse s'ka bëj, jam kthy pi Sarandës, enkas për atë ndeshje, edhe e kemi pas bashkë me një djalë ta gjëstimin vendin pikrisht në mesin e krejt tifozave të Prishtinës, edhe ajo ndeshje ke tensionu me gogja shumë, edhe unë isha me fanel të Gjebrailave, po ashtu isha edhe me të yllit, e kisha edhe duksin e yllit që e mora se mos po bëhet ftoft. Edhe se thash bës ka pas loj ylli. Jo. E kisha bluzin e Gjebrailave me mangë të shkurta, po pastaj edhe duksin e yllit e maja në krah, që mos po bëhet ftoft. Edhe ndodhen disa skena aty jo të hishme, organizimi ndeshjes ishte i dopt, edhe unë reagoja gjithë kohën, pastaj bëja edhe video selfie për t'i plasu në rrjetet sociale që ky organizim nuk është korrekt në ndeshje derbi për me pas mundësi eskalimit të situatave dhe ai çuni xhaxhai tim mpiçka i këtë kohën, atë që ai tu e pa ku jena, domethënë në mesin e krejt tifozave të Prishtinës, po jo, s'ka lidhje, domethënë njëri kudo që shkon, ato që e ka mbrana e marr. Çuni xhaxhait pas kanë dje i qik frik, si që duket. Jo, se ka pas për frik, po kish ke qef me dal mirë pi stadiumit. Ani, besoj që ka dal mirë. Po, e rëndësishme është që ndeshja ka përfundu me rezultat 1-0 për Ballkanin, Fadil Vokri. Edhe ajo që ka ndodhë pastaj. Kjo është qërshia mbi tort, mandaj, tala qysh ka dal pi stadiumit djali, o që s'du ka shumë rëndësi. Ja, kemi dal mirë, kemi dal.